Për të qenë, kështu funksionon. Pastaj se si mbehet më tutjo Arush. Kupton, a? Nuk e di, e kupton, ka pasur raste të tjera këtu e vlla, që ka ndodhur dallaveri, jo se nuk ka pasur. A kupton? Po, Jo, unë burgut si kom frikë, se gjithsesi unë e kam për trupin tim, nuk ka shonë, po mashtrej për një person tjetër, vlla, nuk kam si me shku në burgun, po nuk bën burgo jore, nuk bën burg. Për çka do bësh burg? Bën burgu bla si teket na njëri që ka jetë lek gofond, thot ka marr lek, s'ka bota se po zem kamen, po flasim për Arushën, po në përgjithësi. Profesor, ti do më thënë gofondin i ke drejtu, ke qenë tip menaxherit, atë. Jo re Arush, po ja shikon, shumë mirë bën që pyet. Unë për shembull, se nuk di mos më merr për keq, valla. Më kupto mua, e di ç'a bëj unë. Më theti mua që kështu e ke hallin. Më preke mua, ti më binde që ti ke hall. Unë dal këtu tani dhe them, o çuna po, ikni te gofondi Arushës, ndihmoni Arushën. Kaq bëj unë o vlla. Asi gjë tjetër. Po leshte qa pilo, sepse qa dini ju se bëj, se kam unë punë të banka e tyre që hap gofondin, no. Po në i lek se fut t'i kështu, mrapa. Zero, jo lek që nuk fus, po nuk marrin as telefon për të faleminderit deri. Po ty duket çfarë ka. Provoj një, provoj një dim dimon në një shikojëre. Për ekip po provon për vete, s'po ja del, da shoh javash avash. Ore, se si e di ti se mos paguani mua këta që u hap kështu. Mos fol kështu se mbane me myll gofondin edhe para se me e hap. Hajde Arush, hajde. Ne të keqë mirë, ju, ore, është gjë që dihet se si funksionon kjo, vëlla. E kupton, nuk ka këtu. Shiko Arush. Unë kur kam hedhur lek në për gofonde, i kam hedhur me bankat e mia dhe kam pasur probleme me bankat. A kupton? Po. Dhe njerëzit nuk besojnë. Po duhet që të ndodhi kjo gjë që ti besosh, ore, me sa kuptova unë. Se nuk besojnë njerëzit. Dhe gofondi, ti e ke hapur vetë gofondin. Do ta lidhësh me bankën tënde. Nuk ka burr nene tjetër të verë dorë të lekët e tuare. E kupton, o i merr ti ato lek, o s'ka shans ti marrë njëri tjetër, ore. Si me rasnjoni, po. Po s'ka shanse, shok, po si thua ti? Po se do t'i thosh Fabios ti e muaj e tjetrit, hajde na ndihmoni. E ç'a do ashune? Ç'a do na thosh? Do t'jap na 5.000, na 5.000, na 5.000. Po 5.000 çmendem këtu, edhe i bëj me TikTok. Pyetje thot pse gjujti Aleksi 10.000 €, ka lek të vetë valla. Do vete do t'i gjuaj tani e 10 të tjera, i thoj atij. Tani sa të mbyll live-in, do vete do t'i gjuaj e 10 të tjera, më bëj follow mua, bëj follow Aleksit, hajde shikoj. Se kam një orë këtu që po them do vete te Aleksi se do t'i gjuaj. Hajde më ndiq na mbrapa shikoj. O profesor, aman se ashtu, se bëm pak shaka valla, po primen valla, primen se mos tallen njerëzit valla. Unë kam probleme seriozisht valla, sa ajo kama, prit tash ta shpjegoj se mos trim fort gjatë se s'kam as bateri valla. Okej. Se mos të më marrin njerëzit as mu as ty as Fabian për tallje. Unë kam probleme prit, një sekondë. Ka probleme me kemën çole. Unë kam probleme valla dhe më ka sjell gjithmonë probleme shëndetësore, me thënë drejt. Po unë nuk e kam hedh se mu më ka arkeq, edhe tash për shembull unë kur flas për këtë gjëna nuk është e lehtë për mua valla. Po kam menu, hajt 1000 herë ta bëj, mos ta bëj. Pra, mos ta bëjmë shaka, se unë vërtet e kam si problem. Problemi është që mos, se si theti, mos ta bëjmë shaka valla, se mu Fabian ka prezentu me ty, më ka thënë profesori mund ndihmojnë këshilla në gjana, nuk më ka thënë se profesorit ndihmojnë me lekë, se nuk ka drejt më thënë. Ka thënë pra, mos ta bëjmë si shaka, se unë me të vërtetë e kam gjënë serioze, kaq desha më thënë valla. Ore nuk po e bëj shaka, pra më thotë se Fabio më njeh dhe ashtu, unë e kam seriozisht e po mundojmë ta shpjegoj që ta kuptosh. Sepse është krijuar kjo ideja e gofondeve gabim. A kupton profen? Është krijuar shumë gabim kjo ideja, o Arush. O vlla, të rish ti këtu me mua, të thërrasësh për gofondin, ti për shembull të flasim për një gofond që e hap unë për dikë tjetër, e kupton? Që e hap ai më sakto siç e ke hapur ti ore. Ti humbet dhe njerëzit të gjithë humbasin, o vlla, edhe unë për shembull që rri tani me ty dhe ti që rri tani me mua, s'po lozim, ne mund të kishim lozur dhe kisha bërë $5. Fiks. A e kupton? Tani ideja është ne kur hyjmë aty, unë që kam hyrë për gofonde, më kanë marrë shok në telefon ore. Më kanë marrë shok e më ka thënë, o profe o vlla, është motra e vllait tim, e shoku tim, a ka mundësi se e kam si vlla? Se nuk njohim njëri tjetër në rrjetet sociale. I kam thënë, por e vlla do dal unë do thras unë do bërtas unë.
A kupton, do ulë rasun kam thënë. Ne kupton, si të më marrësh ti në telefon ose të më marrë i Fabio të më thoj, o vlla, a rusha kështu ka kemën smur. Gjyna do ta ndihmojmë? Po i them unë. Hajde thotaj do hym live hyvne. Të ndihmojmë duke folur, duke thirrur, duke bërtitur. Dhe pastaj të vinë njerëzit të na thonë morët lekë të Arusha. A kupton? Do na ndodhur ne. Tash jo burr njerëzit, tash edhe unë njerëzit nuk është se gjithë i din gjana 100%, ka njerëz që kritikojnë, ka njerëz që ja fusin edhe kot ka herë me thonë drejt. O Arusha, të diçka profja. Ne shqyqyrë Zotit, jemi ca çuna